Organizimi I shqiptarëve në diasporë, pa Maqedon po thoj, nuk po thot Tim Shkupi, është në kuadër të islamizimit. Ne dimë që diaspora shqiptare, vitet të 10-ta, 19-ta, ju përshinin diasporë. Asë është përmenë hoxha, asë që ka egzistu hoxha. Po pas luftës Kosovës, u mashtrum e lam hatapsir dhe fillun hoxhallar me manipulu me atë punë. Hoxhallar manipula për lekun, celulat e bijës, Sërbijës dhe Turqijës me manipulu për veti dhe sot kemi leju më shumë se 50% qendrave atje me qenë kundra nesh. Kundra Shqipnijës, kundra Kosovës dhe kundra Maqedonisë. A shkove në xhami, e ko emrin qendra islamike, ma dhe kjo punë. Ti gjithë ditën, gjithë notën, thu jam shqiptar. Shqiptaria ka vdek ditën që ke hinë atë qendrën islamike, pavarësisht që e qunë shqiptare, por atë shqiptare me ndihmën e Ilahit kina më ta hekë, se kina me bë presion te qeveria shqiptare dhe te Ministria e Punëve të Jashtme, mi bë presion se cilit shtet në Evropën perëndimore me largu atë shqiptare. Një siç ka të drejtë Turqia me mbrojt emrin e vet, edhe ne kemi të drejtën me mbrojt shqiptarinë. Dhe shqiptarinë e mbron vetëm Shqipnia, sa unë shtet. Ajo e ka vunën dhe ne kena me ndet pas Shqipërisë. Dhe Zoti e ndihmoft Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët të të ecim bashkë dhe ta luftojmë këtë betejë pak para shpërthimit luftës madhe mes Rusisë dhe Evropës. Ju përshëndes nga Shkupi.